do të flasim me vullnetin e Zotit për rrugën e lumturisë së njeriut, respektivisht kërkimi i lumturisë së humbur. O besimtarë të dashur, njeriu nuk qanë vetëm nga dhimbja e trupit, por edhe nga lodhja e shpirtit. Ai qanë për qetësi, për kuptim dhe mos kuptim. Ai qanë edhe për shpresë. Sot shohim njerëz që kanë pasuri, sot shohim që ka njerëz që kanë rahati dhe mundësi, por nuk kanë gëzim në zemër. Ata qajnë apo qeshin, por brenda janë të lodhur. Kjo na mëson një të vërtet madhe. Lumturia e vërtet nuk është tek ajo që ne e kemi dhe ne e posedojmë, por e asaj se për kënd dhe për çka jetojmë. Zemra e njeriut nuk është krijuar për dynjan, por për lidhjen me Allahun. Allahu këtë zemër me trupin ton e ka bërë të lidhur me Krijuesin. Prandaj, tema jone sot është rruga e vetme që çon njeriu drejt lumturisë së vërtetë. Rruga që fillon me Allahun dhe përfundon tek Allahu. O vëllezër të mirë, a jemi krijuar kot? Lumturia fillon me kuptimin e jetës. Lumturia fillon kur njeriu kupton pse është krijuar dhe ku po shkon. Allahu i lartësuar thot: "E fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un?" A menduat se ne ju krijuam kot se koti dhe se nuk do ktheheni tek ne? Jo, Zot jon. Nëse jemi kriju kot se koti, te ti kemi mu kthy. Te ti është fillimi ynë dhe përfundimi ynë. Ky ajet e vendos themelin e lumturisë. Njeriu nuk mund të jetë i lumtur nëse mendon se jeta është pa kuptim. Si mund të jetë njeriu i lumtur kur e shet që jeta nuk ka kuptim? Ku e din se është krijuar për një qëllim dhe se do të kthehet tek Allahu? Jeta merr vlerë kur e din pse është krijuar. Durimi merr kuptim. Atëherë din pse duron. Atëherë merr kuptim durimi. Çfarë do sprove që të bie, bëhet e përballueshme. Sepse e din pse e krijuar. Hasan al-Basri rahimahullah ka thonë: "Ad-dunya hulmun wal-akhiratu yaqdha wal-mautu baynahuma." Kjo botë është ëndër, ahireti është zgjim, ndërsa vdekja është mes tyre. Mesazh për lumturinë. Ai që e di se kjo botë është kalimtare, nuk e lidh lumturinë e tij me atë që prishet, por me atë që mbetet. E çka na mbetet neve? Amelin që e marrim, çet besim që e kemi, çet namaz, të cilën do të na pasoj deri në përjetësi. Çdo punë që e kemi bërë për Allahun te bareke ve teala, ato e marrim. Dhe atë që e kemi bërë për vetveten tonë, për familjen tonë, për ekzistencën tonë dhe lumturinë tonë, e lojmë këtu. Qëllimi i jetës është vendi ku pushon zemra. Zemra gjen qetësi të vërtet vetëm kur jeton për qëllim për të cilën e ka krijuar Allahu. Allahu i lartësuar thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk krijova gjin dhe njerëz përveç që të më adhurojnë. E në komentimin e mufesirinëve thuhet: adhurimi është rrugë e lumturisë. Çfarë do adhurimi që e bën raport me Zotin tan është rrugë e lumturisë, sepse është lidhje e vazhdueshme me Allahun. Nuk është vetëm namazi, agjerimi, por të jetosh me Allahun me zemër, e ndjen prezencën e Krijuesit, e ndjen që është një krijues absolut, jeton me zemër me të, në familje, në punë dhe në çdo vend tjetër e ndjen që është një Zot. Allahu thot: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Vërtet me përmendjen e Zotit qetësohen, lumturohen, marrin kuptim zemrat tona. Çdo lumturi që nuk lidhet me Allahun është e përkohshme. Nuk po themi që s'kan këtë botë lumturi, por çdo lumturi që nuk e ndërlidh edhe me Zot, ajo merr fund, është e përkohshme. Qoftë haja, qoftë pija, qoftë puna, qoftë fitoria, qoftë se lidhet me Zotin, ajo ka një fillim edhe përfundon. Nuk është e vazhdueshme. Pra, çdo lumturi që nuk lidhet me Allahun është e përkohshme, ndërsa qetësia që vjen nga dhikri është e qëndrueshme. E treta, vëllezërit e mi, çfarë është fitore vërtet? Lumturi që nuk humbet, lumturi që përjetohet. Fitore vërtet është ajo që sjell kënaqësinë e Allahut
dhe lumturitë e përhershme në ahiretin. Allahu thot: "Wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit e tij, ka arritur fitore të mëdha. Tjerë nuk do të thotë që nuk kanë arritur fitore. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit e tij, ai ka arritur fitore të mëdha, të vazhdueshme, pa mohueshme, fitore të sigurt. E në komentim ulemoja kanë thonë mufessirin, fitoria vërtet nuk është të kesh shumë, por lumturi vërtet është suksesi me Allahun. Ibn Qayyimi rahimahullah thot: "El-fawzu kullu fawz fi ridha Allah." Fitore e plot është kënaqësia me Allahun. Istiqamja është rruga e qëndrueshmërisë dhe lumturisë. Lumturia ruhet duke qëndruar i palëkundër në rrugën e Allahut. Pavarësisht se çka flitet e thuhet e bisedohet, ai ka qëndrueshmërinë me Zotin e tij. Edhe kur ajo bëhet e vështirë, edhe kur njerëzit e sulmojnë fenë e Allahut, ai është i qëndrueshëm. Çaj e ruan qëndrueshmërinë dhe lumturinë. Allahu thot: "Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alehimul malaika." Më të vërtet dhe s'ka dyshim ata që thanë Zoti ynë është Allahu, pastaj qëndruan pa luhatshëm. Aty u zbresin engjëj. Për ta ka kuptim zbritja e engjëjve dhe ajeti deri në fund. Lumturia nuk është moment, por rrugë. Istiqamja e sjell qetësinë edhe në sprovë. Sufjan al-Thauri rahimahullah thot: "El-istiqama an tastaqim ala amri wan-nahy." Istiqama është të qëndrosh i drejt në urdhresa dhe në ndalesa. A është urdhën e Zotit? Po. A është ndalesa e Zotit? Qëndrojnë. Çatëherë ti ke qëndrueshmëri të vërtetë. E pesta vëllezërit e mi, trupi dhe mendja është mjet për një jetë të lumtur. Trupi dhe mendja janë mjeti për jetë të lumtur. Shëndeti i trupit dhe qetësia e mendjes janë amanet. Mu kon shëndetshëm, mu ushqy mirë, me rujt mendsinë tonë, me rrit dijen tonë, është amanet. Nëse ne nuk e ruajmë këtë amanet që na ka falë Zoti, mendjen, shpirtin, trupin, anën fizike, nuk jemi të zbatuar amanetin për të cilën jemi ngarkuar me të. Allahu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." O besimtar, hani nga të mirat që ju kemi dhënë, nga të mirat, jo të dëmshme, jo harame, nga të mirat. E mirësitë e Zotit s'mundi përmendin sot. Wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse mundoni të numëroni mirësitë, nuk keni për të punë. Janë aq të shumta, aq shumë Zoti ka dhënë rizq halal, pra njeriu shkon me vetdije plot, me logjik dhe me intuitën e tij, të shkon te harami. I ka ndoshta miliona pirë halal, ai shkon te pija ndaluar. E ka ta zom shembull miliona ndoshta ushqime të lejuar, shkon tek harami. Shkon te ushqimi, ta zom shembull te ushqimi i derë. Pra amanet është i punë. Pse shkon te harami kur e ki halalin? Pse duhet me prish trupin tonë, mendjen tonë me diçka që Allah s'është razi me të? Pra trupi dhe mendja është mjet për një jetë të lumturisë. Allahu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." O besimtar, hani nga të mirat që ju kemi dhënë. Trupi i shëndosh ndihmon shpirtin të adhurojnë dhe mendjen të mendoj drejt. Kur kemi trup të shëndetshëm, edhe kemi mendje siç duhet, atër mund të adhurojmë drejt Zotit. E ndihmon shpirtin të adhurojë dhe mendja të mendoj drejt. A kur kemi probleme shëndet, në udhubilata që nuk kanë besim sa duhet, kur i bjen një bela, një smundje e vogël, më ne harron Zotin. Kur shkojmë dhe vizitojmë vëllezërit nga feja, nga Islami, ndoshta momentin e fundit e humbur, se nuk e ka ushqyer trunin me dije dhe shpirtin me besim, dhe thot: "As shahadeti hoç po më ndihmon. As lutje që ta shqipit bëj s'po më ndihmon. A beshe që zhot gjendja jeme." Pra, kjo është që me ko ai nuk e ka shëru vetveten. Trupi i shëndosh ndihmon shpirtin në adhurim dhe mendjet mendon drejt. Edhe sprova ka kuptimin e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "La tazalu qadami 'abdi yawm al-qiyamah hatta yus'al an jismihi fima ablahu." Nuk do të lëviz këmba e robit ditën e Kiametit pa pyet për trupin e tij se si e ka shpenzuar.
edhe trupin që ta ka falë Zoti ka me të pyet se si e ke shpenzuar. A ke lënë trupin mu lshu, mu boj pa vlerë, dembelia e tepër. Pra dhe për trupin tënd ki me dhonë llogari dhe ki mu pyet. Ke pas një smundje, ke mund me shëru me kohë. Hajtë se ka kohë, hajtë se bohet. Ke mund me qenë i fuqishëm. El mu'minul qawi e habbu ila Allahi min mu'minul dhaif. Besimtari i fort, me trup të fort, është më i mirë se sa ai që se ka trupin e fort. O fi kulli khajr. Në gjithë cilën ka hajr. Po më i mirë është ai i cili ka shëndet dhe trup të shëndetshëm, sepse ai është i fort për adhurim dhe për punë të mira në të cilën e ka ngarkuar Allahu te barekuhu ve teala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد فلندرم الله صلاة والسلام إدربم تدربوا ton عليه الصلاة والسلام. Morali është shaj e lumturisë së brendshme. Kur njeriu ka moral, është një shaj sa i ka lumturi brenda. Kur njeriu nuk ka moral, është dëshmi që ai s'ka lumturi. Morali i bukur tregon qetësinë e zemrës dhe lumturia brendshme dhe besnikëria që e ka me Allah. Allahu thot: "Wa innaka la'ala khuliqin 'azim." Kështu i dërtohet Muhamedit alayhis salam. Ti je me moralin më madhështor, në superlativ. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innama bu'ithu li'utammima makarimul akhlaq." Jam dërguar për të plotësuar moralet e larta, pjedestalin e moralit. Jam dërguar që ta përsosi, ti ngris njerëzit me moralet larta. Njeriu me moral të bukur është i lumtur, sepse nuk mban urrejtje në zemër. A i keni pa njerëz të cilët ju bodh ndonjë padrejtësi edhe keshët edhe e falë. A i ka moralet larta. A i është bedjestar. A i e kupton edhe domi kur i shkaktohet, a i është i lumtur. Lasht, vlla pi besimit, vlla shqiptar është, ja kum falë për hir të Zotit. Shikon çfarë gjendje ka, është i lumtur dhe atëherë kur ka sprovë dhe kur ka vështirësi në jetën e tij. Shpirti betejë kryesore për lumturinë. Lumturia fitohet ose humbet me betejën e pastrimit të shpirtit dhe afrimit me Allahun. Allahu i madhërisht thot: "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Ka shpëtuar që është i pastër, që pastrohet, që pastron shpirtin dhe ka dështuar ai që ndot atë. Allahu thot: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa lis-sudur." Ne shpallëm Kur'anin atë që është shërim për zemrat. Kur'ani është shërim për zemrat. Kur'ani është burimi kryesor i qetësisë dhe lumturisë shpirtërore. Pas gjithë kësaj rruge, besimtari ftohet ta zgjedhë lumturinë që afron me Allahun, e shpëton nga problemet e kësaj bote edhe ja siguron botën tjetër e mshuar me ahiretin. Allahu i lartësuar thot: "Ya ayuhan nas qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur." O njerëz, ju ka ardhur këshilla nga Zoti juaj dhe shërim për atë që është në zemër. Çfarë do të është në zemër është shërim. Dhe së fundi, o Allah, na udhëzon rrugë e lumturisë së vërtetë. O Zot, na jep lumturi të vërtetë që ta ndjejmë dhe ta shijojmë dhe ta meditojmë lumturinë e vërtetë. Ta shijojmë ëmbëlsinë e besimit. O Zot, na udhëzon rrugën e lumturisë së vërtetë. Na mbush zemrat e tona me dritë, me dritën e imanit, me dritën e Kur'anit, me dritën e Islamit. Qetësi dhe shpresë. O Zot, na jep shpresë edhe atëherë kur ne pretendojmë dhe mendojmë që nuk ka shpresë më për ne. Jo, Zot jon, ne jemi gabimçar, gabojmë dhe çdo biri abjemit gabon dhe më i miri ndër ta është ai i cili pendohet. Ne pendohemi o Zot ju të ti që ta kthesh shpresën dhe lumturinë tonë dhe na jep përfundim të mirë. Amin ya rabbil alamin. O Zot na fal ne, fali besimtarët tonë, shërjoj smurit në mesin tonë, në mesin e besimtarëve. O Zot, shkymi të gjitha luftat, konfliktet, gjakderdhjet, përçarjet, fashëthenmet e gjërat e cilat e shkatërrojnë lumturinë. O Zot, na jep lumturi që ta përjetojmë këtë botë dhe fitoren e përjetshme në xhenet. E kullu ma tasmaun wastaghfirullaha li wa lakum ibadallah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.